Kërkimet do vazhdojnë deri në gjetjen e trupit të Julian. Ne jemi të bindur që hetimet kanë nxjerrë që trupi i Julianit është hedhur në plenë të Sharrës. Ne do të bëjmë kërkime disa të gjejmë trupin e Julianit. Në hetimet deri më sot na thonë që trupi është hedhur në plenat e Sharrës. Kërkimet në atë vend nuk janë ndërprerë në asnjë minutë. Edhe sot që ne po bëjmë këtë intervistim atje ka shërbime policie që mbikëqyrin kërkimet për gjetjen e trupit. 2 ditë më parë, në një intervistë për Channel One, drejtoria e policisë së kryeqytetit deklaroi se vijojnë kërkimet intensive thuajse çdo ditë për gjetjen e gjurmëve të trupit të 11 vjeçarit Julian Çela. Në fakt, sot data shënon 28 mars, ora është rreth 12 e mesditës. Ne kemi ardhur për të parë nëse vijojnë kërkimet për gjetjen e trupit të tëmiturit, por sikurse mund të shihet edhe nga planet, në fakt nuk ka asnjë tentativë të re për kryerjen e këtyre kërkimeve. Ndërkaq nuk ka asnjë forcë policore dhe asnjë ekspert nga prokuroria që po heton mbi ngjarjen dhe mbi këtë pistë, pra se trupi i 11 vjeçarit mund të gjendet në vend grumbullimin e Sharrës. Ndryshe nga deklarata e shefit të vrasjeve në policinë e Tiranës, ajo që shihet nga pamjet në vend grumbullimin e mbetjeve në Sharr, është se aty prej ditës së djeshme janë ndërprer kërkimet nga policia dhe forcat gjeniere për gjetjen e gjurmëve të trupit të 11 vjeçarit Julian Çela. Ndërsa, sipas policisë, pista kryesore mbetej ajo e Sharrës, duket se prokuroria po heton tashmë në një tjetër pistë, duke mos u bazuar më në deklaratat kontradiktore të autorit që ka pranuar krimin ndaj të miturit. Nuk është hera e parë që mes të strukturave të shtetit vihet re një mos koordinimi pistave të hetimit për një rast krimi. Në Sharr tashmë nuk shihet asnjë fugon policie dhe asnjë nga familjarët e të miturit Çela. Burime nga prokuroria bëjnë me dije se pista kryesore e hetimit mbi rastin Çela duket se tashmë është ajo e trafikimit të fëmijës jashtë Shqipërisë nga pedofili Ardian Prenjasi.